Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot në studio kam dy të ftuar, Saranda Imeri Stafaj, deputete e koalicionit Vlen, dhe Faton Pollozhani, BDI, pjesë e strukturave të reja të partisë, ndoshta ata që do të duhet ta bëjnë reformën, aq shumë të kërkuar nga opinioni dhe nga partit në pushtet. Sigurisht do të diskutojmë për çështje të aktualitetit, por nuk mundemi mos ta fillojmë këtë bisedë sot me përvjetorin e ngjarjes tragjike që ndodhi në Koçani, sepse sot pikërisht është 1 vjetori. Do doja me ty, Saranda Imeri, një ndërhyrje se si e shikon gjithë këtë tragjedi pas 1 viti dhe çfarë mësoi shoqëria. Së pari, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtu sot. Çfarë mund të themi për një tragjedi të këtyre përmasave? Ishte diçka shokuese, ishte diçka me të cilën shoqëria jonë ballafaqohej për herë të parë me një fatkeqësi të tillë, edhe pse paraprakisht kishim edhe fatkeqësi që ndodhen në Spitalin Modular dhe autobusin e Besa Transit. Uroj që të jetë e fundit dhe të mos përsëritet personat cilët ende vazhdojnë të miren me atë lloj veprimtarie, të marrin masat që duhen për sigurinë e njerëzve brenda, sepse fundit aty shkojnë të rit, shkojnë më të dashurit tanë. Ne jemi vetë prind dhe bashkëndjejmë me prindët që i humbën fëmijët dhe të dashurit e tyre. Fatkeqësi të tilla ka në për gjithë botën, duhet kërkuar fajtori kryesor dhe uroj që të marrim mësim nga tragjeditë e këtilla. Na bëri më të vetëdijshëm si shoqëri kjo tragjedi për vetë funksionimin dhe mos funksionimin e sistemit, sepse me këtë përballemi në vazhdimsi. Pa dashur të hy në këtë ditë sot në diskutime politike, por thjesht si mendësi shoqërore, ja, për atë që thoni ata që merren me atë veprimtari, por jo vetëm ajo, në të gjitha fushat kur nuk zbatohen rregullativat apo ligjet, ndodhin situata të tilla. Na ka bërë kjo gjë më të vetëdijshëm? Shikoni, në atë periudhë, më thënë në periudhën kur ndodhi, po se po. Mirë po, ne siç e dim, natyra e njeriut është e tillë, e cila haron shumë shpejt. Dhe kur ndodh përsëri dhe themi po pse nuk u mbushëm me mend. Unë çdo herë flas nga aspekti personal, mua më ka bërë më vigjilente, më të kujdesshme dhe ndoshta 2-3 herë hap telefonin dhe kërkoj fëmijët e mi kur dalin, më thënë në lokale të tilla. Tani sa ka ndikuar ajo në shoqëri, unë mendoj se në një numër të madh të njerëzve ka ndikuar. Mirë po, ende na duhet punë për tu vetëdijsuar. E njëjta pyetje Faton Pollozhani, si e shikojmë këtë tragjedi pas 1 viti, edhe nga aspekti human, por edhe nga aspekti institucional, se shpesh po ne jemi ata njerëz që jemi në poste, që drejtojmë, që jemi inspektor, pra pjesë të shoqërisë që disi marrin me lehtësi ndoshta zbatimin e rregullave. U mësua leksioni pa dashur për të mësuar me kaq viktima, po përsëri. Atëherë, inderuar Nazim, lejoni edhe unë t'ju falenderoj për ftesën tuaj dhe për pjesëmarrjen në këtë emision. Është kënaqësi që t'jem këtu me ju dhe me kolegen Saranda për të bashkëbiseduar për tema të rëndësishme të cilat e tangojnë shoqërinë tonë. Unë fillimisht shfrytëzoj rastin që edhe publikisht shpreh ngushëllimet e mia për familjarët e viktimave në rastin e Koçanit. Ne sigurisht që bashkëndjejmë me ato në këtë tragjedi të madhe, sepse është një tragjedi që kësaj radhe fati deshi që t'i prek ato, po duke pas mënyrën se si kanë funksionuar gjërat në atë lokacion, lehtësisht mund ndodhte edhe diku tjetër. Ajo që ne duhet të nxjerrim si leksion është që duhet të zbatojmë rregullat qartë dhe ligjet të cilat janë në fuqi në vendin tonë, ndërsa shija e hidhur e cila fatkeqësisht
u la në opinion me njerë mbas asaj tragjedie është një farloj gjuetie shtrigave nga kryeministri Mickoski, i cili me njerë mbas tragjedisë duke tentuar të relativizoj sulmin e mundshëm ndaj qeverisë së tij, doli publikisht dhe u mundua të gjej fajtort, duke ndërhyrë edhe në punën e prokurorisë publike, por edhe duke bërë presion ndaj sistemit gjyqësor. Ne për këtu bëjmë thirrje dhe apelojmë për një drejtësi jo selektive në këtë rast, sepse është shumë e nevojshme që fajtorët që kanë shkaktuar dhe fajtorët e vërtet të dalin para drejtësisë, që në fund të fundit edhe shpirtrat e atyre të rinjve dhe të rejave të jenë të qetë atje ku ndodhen. Dakor, për mos ta bërë këtë ditë pra për konfliktuale ose kështu me esencat, me nuancat e debatit politik, le të kujtojmë pra një nga ngjarjet më të vështira që përjetoi Maqedonia dhe një nga tragjeditë ashtu siç kanë qenë edhe ato të tjerat që i përmende, që ndoshta ndodhen nga aksidente që nuk duhej të kishin ndodhur. Por sot me dy të ftuarit e mi, sigurisht do të flasim edhe për aktualitetin dhe lidhet kjo e gjitha që flasim, sepse përsëri ka të bëjë me ligjet, me zbatimin e ligjeve, me mënyrën se si ne qasemi ndaj institucioneve dhe si zbatohen ato. Kohëve të fundit, debatet janë përqendruar për gjuhën shqipe, përsëri një rikthimi këtyre debateve, gjykata kushtetuese, disa vendime, por sigurisht edhe problematika të tjera. Por do ta fillojmë pyetjen pak më ndryshe. Faton Pollozhani është nga BDI-ja zonja Imeri Stafaj dhe nga strukturat e reja për të cilat BDI-ja thotë se është reformuar. Për ju, a është reformuar BDI? Ende ka punë. Do të thënë, ky është perceptimi personal, mirë po edhe i shumicës ndoshta. Shoh figura të reja dhe unë çdo herë kam qenë ajo që kam bërë apel deri te strukturat e reja që të ngrinë zërin më tepër, të luftojnë, të dalin në sipërfaqe dhe të tregojnë aftësitë e tyre udhëheqëse, sepse unë çdo herë kam thënë ka të ri dhe të reja të cilët kanë kapacitet, mirë po asnjëherë nuk është dhënë hapësira. Më vjen shumë mirë pra që në krye të degës së Strugës shohim një personalitet të ri dhe shpresoj se do të jap kontributin e tij maksimum për reformat e brendshme pra që do të ndodhin dhe që kanë për të ndodhur ende në strukturën e tyre. Megjithatë ju thoni ka shumë punë për të bërë. Faton Pollozhani, pyetja për ty, a mendon që vlen nga koalicion është bëm, është kriju imazhi i një subjekti politik? Po përpiqet të krijohet një imazh i tillë i krijimit të një subjekti politik. Në pikpamjen time personale, mendoj se fokusi i madh në këtë temë nuk është shumë në interes të opinionit dhe qytetarëve, sepse ky koalicion si atill doli para qytetarëve me premtime dhe zotimet me një program të caktuar që kështu siç janë, do të thonë si koalicion, do të realizojnë ato premtime. Fatkeqësisht ne shohim që ka probleme në realizimin apo mangësi të shumta në funksionimin e qeverisje të këtij koalicioni dhe tema e krijuar rreth bashkimit të vlenit mendoj se është një temë e cila më shumë është për defokusim të situatave të cilat ndodhin në vendin tonë, sesa është në interes i qytetarëve shqiptar. Sigurisht që ne të kaluarën kemi bërë thirrje që shqiptarët të shmirqet jenë në dy bloqe politike të ndara, sepse kështu do e fuqizojnë më tepër pozitën e shqiptarëve në vendin tonë. Mirë po ky lloj funksionimi dhe bashkimi pa koncept politik, pa ide dhe pa një vizion se ku do të arrijë në të ardhmen, mendoj që nuk është në interes të qytetarëve shqiptar. Pra, BDI nuk është reformuar sa që duhet, Vleni nuk ka bërë sa që duhet për të bërë parti. Hajde të flasim konkretisht. Një nga temat kryesore kohëve të fundit ka qenë qasja e gjykatës kushtetuese sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe. Dhe e dëgjuam fjalimin ose konstatimin për Safe City të kryetarit të gjykatës kushtetuese. Saranda Imeri, si e shikon ti këtë çështje që përsëri u rikthehet shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, çështja e përdorimit të gjuhës?
Shikoni, ne jemi prononcuar edhe publikisht, pra, mirë po edhe unë personalisht jam prononcuar për deklaratën e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Ishte një deklarat klasike shoviniste, pra, me cilën nuk pajtohem as pak. Mirë po, pse përsëri aktualizohet çështja e përdorimit të gjuhës shqipe, pra? Pse kjo çështje nuk u mbyll përderisa BDI ishte në pushtet dhe kishte njeriun e vet në krye të gjykatës kushtetuese. Pra, sot e kemi deputet në radhët e BDI-s, pra zotëri Salim Murat. Me thënë, ka pasur tentime dhe ka pasur kohë, ka pasur shans që ky problem, kjo problematik pra të mbyllet. Pse mbeti e hapur deri më tani? Pyetja tjetër që parashtrohet, pse u dërgua ligji për përdorimin e gjuhës në Komisionin e Venecias, kur e dim se Komisioni i Venecias mirët vetëm me çështjet e minoriteteve, gjë që nuk ka të bëjë me neve. Do të thënë, janë këto shumë dilemat të trashëguara nga më përpara, jo që janë krijuar tani, ndoshta tani kanë dalur në gjitha ato mangësi dhe gjitha ato punë që janë lënë për të përgjysmuara, të sakatuara, mirë po nuk është një problem që është krijuar tani. A pajtoni ju me konstatimin se në fakt qasja e VMRO-s, e strukturave të qeverisë maqedonase ndikon në mënyrën se si edhe institucionet e tjera, siç është gjykata kushtetuese, interpreton pastaj çështjen e gjuhës shqipe. Shikoni, se këtë lloj fryme ne e shohim edhe nga struktura qeveritare. Shikoni, nuk është se mund të mohoj diçka shumë nga kjo që e thatë edhe ju. Ne momentalisht kemi të bëjmë me një VMRO e cila ka 50 deputet dhe ka një pushtet absolut, si në pushtetin qendror ashtu edhe në pushtetin lokal. Pra, qasja e organeve, ja siç është për shembull gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese është një organ i zgjedhur kryekëputur nga qeverisja e kaluar. Gjitha ata gjykatës që janë zgjedhur atje janë zgjedhur me votë të BDI-s, janë zgjedhur. Po jo plotësisht, tani kemi dhe gjykatën e ri që është mirë, po kemi për shembull që ka qenë këshilltar i kryeministrit, apo? Po për shembull kryetari i gjykatës kushtetuese është kryekëputi zgjedhur pra në vitin 2018 nga struktura e atërshme. Dhe unë këtë edhe e kam theksuar në opinion. Zotria Liameti, me thëmë për 2 vjetë sa jam unë deputete, ka ardhur 2-3 herë në kuvent, ndoshta. 2-3 herë në kuvent. Dhe pikrisht në ditën kur është zgjedhur, po ky gjykatës, shovinist që ne e thrasim në opinion, atë ditë ka qenë prezente edhe zotria Liameti dhe e ka votuar. Do me thënë, kjo është direkt një pasojë e zgjedhjes së kuadrove nga qeverisja e kaluar. Dakor, jam për mos ta hajde Faton, kundër përgjigje. Si e shikon ti gjithë këtë situatë, për mos t'i bëj pyetjet e njëjta, por edhe për të shpjeguar qëndrimin. Fillimisht më vjen mirë që nga një përfaqësuese e LD-s apo Vlenit në këtë rast koalicionit Vlen dënon për herë të parë ndoshta publikisht gjuhën e kryetarit të gjykatës kushtetuese, e cila ne kemi cilësuar si një deklaratë skandaloze dhe shoviniste dhe kemi kërkuar edhe dorëheqje nga ana e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Akuzat tjera të cilat zonja Imeri ngriti, mendoj se janë akuza në drejtim të relativizimit të problemeve të cilat ndodhen në vendin tonë. Po pse? Është fakt ajo që është votuar kryetari i gjykatës kushtetuese në kohën kur ju ishit në se më thënë në shumica, apo që përbënit shumicën qeveritare. Ju përmendet që në këtë mandat, para një periudhe të shkurtër, si antar i gjykatës kushtetuese është emëruar edhe është zgjedhur nga parlamenti edhe këshilltari i kryeministrit Mickoski, i cili ka pasur të njëjtin qendrim dhe ka votuar njëjtë si Konstantinovi në raport me ligjin për sefsitin dhe kontestimin për përdorimin e gjuhës shqipe në zbatimin e këtij ligji. Ndërsa sa i përket këtyre akuzave, neve ju e keni votuar, se tani edhe kjo lidhet një lloj me qëndrimin konstant për të cilin ne si qytetar marrim reagime që subjektet politike, disi kur i bëjnë koalicione, normalisht i votojnë të zgjedhurit e emëruarit nga
ata që vinë nga antarët e koalicionit, por në fakt ja ndodhemi me një situatë të tillë që kryetari i gjykatës kushtetuese është votuar nga BDI, kurse Goce Naumovski është votuar nga Vleni dhe ata të dy kanë votuar kundër. Pra kemi çështje me mos shpjegimin sa ç'duhet të rëndësisë së gjuhës shqipe para palës maqedone, apo jo? Mund ta mbyll se kjo sjellje nuk mund ta përjashtojmë këtë sjellje të kryetarit të gjykatës kushtetuese nëse nxjerrim nga konteksti i aktualitetit politik që ndodh në vendin tonë. Vetë zonja Imeri pranoi se VMRO-ja ka një shumicë absolute dhe roli i saj është dominues në qeverisje, por edhe në shoqëri në vendin tonë. Dhe në këtë drejtim edhe zëra si Konstantinovi, të cilët në mendimin tim janë mbetje e mentalitetit shovinist në vendin tonë, sa herë që shohin që në raportet shqiptaro-maqedone dominon kjo e dyta, ato gjejnë hapësirë dhe sillen në këtë mënyrë. Ai mund të ketë qenë i zgjedhur në atë periudhë, por mendoj se qytetarët për herë të parë për Konstantinovin janë njoftuar pas deklaratave skandaloze të atij, duke filluar që nga kontestimi i ligjit për gjuhët. Paraprakisht Konstantinovi nuk ka pas këtë guxim. Dhe ato vlerësimet dhe që ai i bën publikisht i tekalojnë ato. Pra, më fal, ju thoni që do me thënë Konstantinovi ka marrë guximin tani ti bëj këto konstatime? Prandaj thash, ne nuk mund ta nxjerrim nga konteksti i tërësishëm. Ju do ta shihni edhe përfaqësues të qeverisë. Qasjen që ato e kanë ndaj gjuhës shqipe. Rastin më eklatant e kemi pas prezantimin e ministres së arsimit pas një paraqitje të ligjit për arsim të lartë në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe pas asaj ka pas një qendrim skandalos rreth gjuhës shqipe në këtë rast dhe mendoj që vlen në këtë situatë ose duhet të reagojë fuqishëm ose dalë dhe të mbaj qendrim për këtë situatë. Pajtoheni me këtë konstatim që në fakt zyrtarët të caktuar Maqedonas që mund të kenë një lloj nacionalizmi të fshehur kundrejt shqiptarëve e shprehin këtë kur ju jepet mundësia dhe fryma e përgjithshme i ka lejuar këto ta japin këtë deklaratë? Shikoni, nacionalizmi është një ideologji që mbizotron në të dyja palët, domethënë, edhe nga ana shqiptarëve edhe nga ana e maqedonasve. Asgjë nuk relativizoj në këtë rast, mirë po nuk duhet haruar edhe disa fakte nga e kaluara. Ne kemi pasur raste, domethënë ne nuk jemi në skenën politike tani ose para 2 vitesh. Ne jemi në skenën politike të thuash pas vitit 2001-2002, që në kohën kur është formuar pra BDI-ja. Dhe kemi pasur raste skandaloze edhe në të kaluarën në qeverisjen BDI dhe VMRO. Për shembull, nuk më kujtohet cili vit ishte kur në parlament duhej të zgjidhej kryetari i komisionit për antidiskriminim. Dhe ishte një nacionalist i papar, tani nuk më kujtohet emri, më ndjes, që me deklaratat e tij skandaloze thoshte se shqiptarët janë dele dhe duhet të ikin të shkojnë në Shqipëri. Ka pasur edhe disa deklarata tjera të cilat tani nuk më kujtohen për momentin, por e di se në atë kohë ne si aktivist të thjesht asaj kohe kemi reaguar. Unë mbaj mend një rast kur kam reaguar, po ndjekja parlamentin dhe në rrjedh ishte votimi i po të njëjtit person. Dhe unë kam reaguar në telefon në njërin nga deputetët e atëhershëm, më thënë të asaj garniture, se çka jeni duke bërë, pse po votohet një person i tillë. Dhe e dini cila ishte përgjigjja që e mora unë atëherë. Ashtu ka thënë shefi. Po mirë, a nuk bëni edhe ju një lloj, për shembull Goce Naumovski, se tani që është në gjykatën kushtetuese, e përmenda disa herë, është këshilltar i kryeministrit, ishte këshilltar dhe votoi një lloj si kryetari i gjykatës kushtetuese. A nuk vlen të njëjtat gjëra? Domethënë, ne justifikohemi vazhdimisht me gabimin që mund të kenë bërë njëri me tjetrin, ndërkohë që nuk shohim përpara. Disi mbetemi vazhdimisht në debat me akuzat nga e kaluara. Është çështje personale e tyre dhe absolutisht nuk pajtohem, unë personalisht, po mirë po edhe shumica me deklaratat të tilla. Mirë po mos harrojmë, na gjykatë kushtetuese ne kemi edhe 2 shqiptar. Dhe përsëri nuk po relativizoj, mirë po
Ky është një problem I cili është dashur të zgjidhet kohë më parë. Po mirë, si do ta zgjidhim? Hajde, si ta zgjidhim? Si do ta zgjidhim? Kë është dashur me kohë që të implementohet badenteri, pra në gjykatën kushtetuese, në gjykatën kushtetuese, në Akademinë e Shkencave dhe Arteve, të ketë balansues, apo të ketë një farë lloj rendi në zgjedhjen e atyre akademikëve atje. Pra atje, do të thënë, këto janë çështje të cilat me vite kanë qenë të fshehura në sirtar dhe tani po dalin në sipërfaqe. Do të merrni nisma ligjore, ju jeni deputete, që të realizohet kjo, pavarësisht që fajin kështu ta themi, mund ta ketë e kaluara. Ne çdo herë jemi në bisedime dhe në kontakte të vazhdueshme se si të tejkalohen këto situata. Ne nuk themi që në Maqedoni tani momentalisht mbizotron atmosfera, është kopsht me lule. Mirë po, nuk mund të akuzohet Vleni deri në këtë shkallë me 2 vite qeverisje për gabimet dhe për problematikat që ne I kemi hasur. Hajde fiton. Kështu më duhet patjetër ta kundërshtoj dhe përsëri vjen keq që duhet ta them, gjithë retorika që ndjekim edhe publikisht edhe këtu sot është një retorikë e cila tenton të relativizojë problemet dhe çështjet e cilat na shfaqen dita ditës. Absolutisht. Unë jam parlamentar në debat dhe mendoj që ta dëgjojmë njëri tjetrin deri në fund. Kjo që ndodh sot, kjo retorikë që ndodh sot, edhe një herë më duhet ta përsëris. Daton apo gjenezën e ka që në zgjedhjet parlamentare, në fushatën parlamentare, kur partia dominuese që pranoi edhe vetë zonja Saranda në qeverisje, VMRO DPMNE, erdhi me konceptin Maqedonia përsëri e jotja. Dhe ky koncept është duke u zbatuar në mënyrë perfekte nga ana e tyre. Dhe gjithë kjo retorik gjen aplikim shkaku I këtij konceptit që ato e sollën në vendin tonë dhe për fat të keq Vlen vetëm I ka shërby këtij koncepti me heshtjen që e ka bërë gjatë këtyre 2 viteve. Nuk mund të kthehemi prapa sa herë që na ndodh ndonjë problem dhe një fatkeqësi, të kthehemi prapa dhe të kërkojmë fajtorin para 10, 15 apo 20 vitesh. Ne jetojmë në një sistem demokratik ku ashtu funksionon demokracia me mandate dhe ne dalim çdo 4 vjet në fushat dhe dalim me program. Dhe ne pas përfundimit të zgjedhjeve ne duhet mbahemi për realizimin e programit zgjedhor të cilin e kemi premtuar para qytetarëve. Në mungesë të rezultateve të dukshme, asnjë premtim të realizuar, të tentojmë ta kthejmë periudhën 20 vite prapa, mendoj që nuk I shërbejmë as qytetarëve, po as edhe vetë Vlenit. Ja të jemi konkret. Zonja Imeri tha diçka që ndoshta thuhet për herë të parë. Që pavarësisht ku qëndron faji, tha që si subjekt politik mund të jenë të gatshëm të pranojnë, të fillojë një lloj ndryshimi ligjor që në gjykatën kushtetuese të vendoset me badenter, të votohet me badenter. Nuk jam gabim apo jo. Pyetja ime është, a mund të krijojë kjo situatë një moment ku pavarësisht që duket që 2 palët të spektrit politik në Maqedoni janë aq të antagonizuara, që ja të bëhen bashkë dhe të propozojnë një ligj të cilin edhe ju e propozoni si BDI, që pikërisht kjo të ndodhë. Nazim, ne në kongresin e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim kemi miratuar disa rezoluta, mbi bazë të së cilat do të bazohet edhe aktiviteti ynë politik në të ardhmen. Dhe një nga ato rezoluta është pikërisht edhe vendosja e parimit të badenterit në funksionimin e gjykatës kushtetuese. Unë për herë të parë dëgjoj dhe e pranoj këtë linjë edhe nga përfaqësues të Vlenit. Pra ky është një moment I ri. Situata e cila është krijuar sot me gjykatën kushtetuese, situata e njëjta nëse e krahasoni ka ndodhur edhe në vitet 2007, ku përsëri VMRO ka qenë në qeverisje dhe jo me BDI-n, edhe në atë periudhë. E shfaq këtë nevojë të implementimit të këtij ndryshimi ligjor. Më vjen mirë që edhe nga ana e përfaqësuesve të Vlenit të dëgjoj këtë gatishmëri, por e kam dozën tim të rezervës sepse jo rrallë herë kemi dëgjuar deklarime të ndryshme të përfaqësuesve të Vlenit, edhe kundërthënëse mes njëri tjetrit, ndoshta kjo është edhe për shkak se vijnë nga subjekte të ndryshme,
por këtu duhet të kthehemi edhe te pyetja e parë, ndoshta do duhet bëjmë bashkë për të pas qendrim unison. Tani ta trajtojmë këtë bisedë mbi deklarata që i bëjmë këtu. Ne kemi një deputete, sido që të jetë, edhe ti je pjesë e strukturave të reja të BDI-s dhe ka një moment ku thuhet që ose pranohet ajo që edhe ju e thoni. Domethënë, a është situata aq keq? Ja ta bëj pyetje ndryshe, saqë do t'ju detyroj të bashkoheni? Situata, shikoni, ka pasur dhe më keq. Ka pasur kur shqiptarët, nxënësit shqiptar nuk kanë mundur të ngjiten në autobus dhe të mos rrihen. Ka pasur kur lokalet e shqiptarëve janë thyer, janë djegur dhe janë detyruar njerëzit të shpërngulen nga aty dhe asnjë përgjegjësi nuk është marrë nga BDI-a. Kemi pasur raste kur kemi pasur vrasje, kemi pasur raste kur njerëzve ju kanë hyrë në shtëpi, i kanë vandalizuar dhe nuk kemi pasur përgjegjësi nga ana e BDI-s. Të paktën këto 2 vite qeverisje askujt nuk i është kërcënuar jeta, nuk i është rrezikuar jeta dhe nuk i është rrezikuar prona. Nëse e kanë për nacionalizmin nëse Fatoni e ka për nacionalizmin e VMRO DPMN-s, më tregoni një rast kur VMRO DPMN-ja nuk i ka fituar zgjedhjet në mënyrë absolute me anë të këtij elementi, nacionalizmit. Dakor, po flisim për rastin konkret tani. Tani, unë asgjë nuk po relativizoj, mirë po të akuzohena për heshtje dhe mos takat ne që i themi, mendoj se nuk është fair. Nuk është fair. Për shkak se ne jemi 2 vite në qeverisje dhe me partnerin e koalicionit ne po i realizojmë gjitha ato marrëveshje që i kemi pasur. Për shembull, po investohet në komunat tona si asnjëherë më parë. Do kalojmë te investimit. Po. Jo, duhet patjetër të përgjigjem te kjo pjesa që përmendi te rrakjet e nxënësve te keqtrajtimet që kanë ndodhur në të kaluarën. Dhe e tha që në periudhën 2 vjeçare se përderisa vleni është qeveri këto fenomene nuk kanë ndodhur, më duhet t'ia kthej në kujtesë zonjës Saranda rastin e 28 nëntorit, festimet për 28 nëntorin ku disa trinj shqiptar u morën dhe u dënuan vetëm për shkak se festuan festën e 28 nëntorit, ndërsa nga ana tjetër një polic në Kumanov i cili largoi nga shtylla flamurin kombëtar shqiptar, jo vetëm që nuk u suspendua, siç u proklamua në opinion nga zëvendës ministri i punëve të brendshme asaj kohe, por ai edhe u avancua në të njëjtën periudhë. Dhe mendoj që situata është me të vërtet alarmante në vendin tonë dhe duhet reagim. Ne nuk mund të lejojmë kështu që në një periudhë ku një pjesë e madhe të arriturave dhe atyre të drejtave kolektive veçmë janë formalizuar me aspektin ligjor, të lejojmë që sa herë të vijë një pushtet i fuqishëm t'i prek këto të drejta, sepse është edhe jo kushtetuese dhe jo e drejtë ndaj qytetarëve. Ja, çështja është a mund t'i bëhen presion nëpërmjet se takatin të cilin e përmendi zonja Imeri Stafaj, çështja është sa mund ta bitni BDI-n. Më falni, sa mund ta bitni VMRO-n. Pse? Sepse dihet që VMRO-ja ka atë fuqi që e ka në parlament. Megjithatë ka dhe një koalicion me ju. Sa mund të bindni ju partnerin tuaj që këto çështje mos dalin në sipërfaqe ashtu siç pretendohet. Bashkë dhe përfaqësuesit e Znamit, sepse ata ndoshta e kanë sjell këtë frymën e rrëzimit të përdorimit të gjuhës shqipe. Në këtë aspekt dua një reagim tuaj. Shikoni, përfaqësuesit e Znamit janë antarë të cilët deri dje kanë qenë në LSDM. Me thënë kanë qenë partner koalicioni me BDI. Edhe përfaqësuesit e Vlenit edhe lideri juaj ka qenë me BDI-n tani. Nuk po flasim në atë aspekt, flasim me realitetin e sotëm. Unë mendoj se janë vetëm deklaratat të cilat u shërbejnë vetëm për politika ditore, tu ngrej rejtingun dhe asgjë nga ajo nuk mund të realizohet. Tani, sa i përket të arriturave kolektive, unë nuk e di për çfarë të arritura kolektive ne mund të flasim në ditë të sodit, kur unë për shembull kam këtu përpara të mos i hapi tani 50 persona të cilët janë shqiptar krye këput, të cilët nuk e kanë zbatuar gjuhën shqipe nëpër institucione. Kjo është skandaloze. Një ndër ato është edhe
ish ministri i arsimit nga qyteti i Fatonit. Pra, ka lënë në gjykat. Me thënë, nuk ka respektuar gjuhën shqipe në institucionin dhe në dikasterin në të cilin aje ka drejtuar. Të mos flasim se në atë list ka edhe drejtor dhe udhëheqës të institucioneve të në nacionalitetit Maqedonas. Do me thënë, këtu nuk kemi të bëjmë me diçka e cila ka lindur tani. Kjo është diçka që vazhdimisht ka ndodhur këto 22 vite. Shikoni, këto janë të dhëna të cilat nuk mund t'i bëj publike, mirë po mund të t'i tregoj privatisht më pas. Mirë po, është skandaloze të shohësh drejtuesin e një institucioni, i cili në opinion njihet me deklaratat e tij për shqiptari. Po pse nuk e thoni, ja thoni? Nuk mund për shkak të korekcisë. E përmenda vetëm ministri sepse ka udhëhequr një dikaster shumë e rëndësi ka udhëhequr. Përsëri kjo mosbatimi i ligjit është diçka tjetër dhe fryma për ta nënvlerësuar përdorimin e shqipes si gjyq zyrtare është diçka tjetër. Unë mendoj nuk mund të më falni vetëm ta mbaroj. Do me thënë, nuk mundet ne të themi sjellje jo korekte ndaj partnerit të koalicionit, kur për shembull ne kemi në realizim e sipër kampusin e Universitetit Nën Tereza. Ne kemi në realizim e sipër fazën e fundit të sheshit Skenderbeu. Ne kemi në realizim, siç thash edhe më parë, investimet. Mirë po, mbi të gjitha, për çfarë të arritura kolektive ne flasim, kur partia në pushtet nuk ka arritur të rrit koeficientin e universiteteve shqiptare. Ne sot e kësaj dite po ballafaqohemi me problemin, me punësimin e administratorëve në për institucione, për shkak se ajo është pengesa. Kryetari i kuvendit nënshkroi 5 marrëveshje kolektive. Çfarë nënshkroi Talat Xhaferi gjatë mandatit të tij? Vetëm me 2 universitete, Kirili dhe me... Hajde Fatan. Më demanto. Më duhet kështu të përgjigjem edhe kërkoj edhe kohë pak më tepër. Fillimisht aty ku e nisi Saranda, nëse mund t'i drejtoj me Saranda, ku përmendi ish ministrin e arsimit Jeton Shaqiri, ka pas rastin në një debat tjetër të organizuar që gjitha këto t'ja thot, mirë po me gjithat, unë më duhet ta them që në periudhën që ministri Shaqiri ka qenë në krye të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, mendoj që ka bërë një punë të shkëlqyer, duke orientuar një sër investimesh në vendbanimet shqiptare, në shkollat shqiptare, në ndërtimin e sallave të sportit, në aty do dal. Dhe nuk mund ta zbekim punën që ka bërë ministri Shaqiri, biles edhe një pjesë të projekteve që vetë përfaqësuesit e Vlenit sot i promovojnë, siç është shkolla në Kumanov, në Tetov, në Selc atje, janë projekte të cilat i ka filluar ministri Shaqiri, i cili gjithashtu din gjithë opinioni rreth problematikës arsimit shqip në Çashk, kontributi i të cilit ka qenë shumë i madh. Kjo që akuzon për mos përdorimin e ligjit për gjuhët, mendoj që është një demand që i bën vetës së vetë zonja Saranda, sepse në këtë rast, nëse ka pas diçka të atill, dëshmon se inspektoriati për gjuhët ka funksionuar në atë periudhë. E sot me çka ballafaqohemi? Sot ballafaqohemi me një institucion gati pothuajse jo funksional të inspektoriatit për gjuhët, dhe mendoj se gjithë opinionit edhe ju kujtohen ato tërheqjet e drejtorit të inspektoriatit pas vërejtjeve apo kritikave dhe kërcënimeve që kryeministri Mickoski ja bëri pas një deklarate që ajo dha në gjuhën shqipe. Me thonë, këtu kemi të bëjmë me një inferioritet të jashtëzakonshëm të përfaqësuesve të Vlenit, dhe ato nuk guxojnë në këtë periudhë që asë një hap të marrin për mos zbatimin e gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, nga ajo që më duhet të them, në qeverisjen e kaluar ka qenë praktik në kolegjumet e qeverisë, sekretariatit gjeneral. Asnjë pikë nuk është vendosur në rendite nëse ajo nuk ka qenë në 2 gjuhë. E sot si është? Dhe aty do dal. Sot nuk ka asnjë praktik të tillë. Dhe zbatimi i 2 gjuhësisë për seancat e qeverisë, në për kolegjumet, është në çështje e zgjedhjes së lirë. Ashtu siç preferojnë funksionarët. Nga ana tjetër, që është mirë edhe për opinionin,
gjatë mandatit të kaluar ka funksionuar edhe një grup ndërsektorial në kuadër të qeverisë, në të cilin kanë bërë pjesë edhe ministri të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e gjuhës, dhe ky grup ka qenë i udhëhequr nga ish zëvendës sekretari i qeverisë asaj kohe zoti Tahir Hani, i cili sot është i ndjer, por më duhet ta përmend sepse kontributi i tij për zbatimin e dy gjuhësisë dhe ligjit për gjuhën në institucionet e vendit ka qenë jashtëzakonshëm dhe ka qenë një sy vigjilent i cili nuk ka leju që asnjë dokument në seancë qeverie të kaloj në një gjuhë. E pse sot nuk është kështu, zonja Saranda? Më duhet edhe unë ta demantoj, për shkak se të gjithë raportet që vijnë tani nga qeveria janë në dy gjuhësi. Unë çdo herë jam zëri më kritik në koalicion dhe atë që e them me fakte dhe me dëshmi. Bëj krahasimin dokumentit që e ka nënshkruar Artan Grupi dhe dokumentit që e ka nënshkruar Izet Mexhiti gjatë periudhës kur Artan Grupi ka qenë zëvendës kryeministri i parë dhe zotëri Izet Mexhiti. Me thënë, fatkeqësisht më duhet të demantoj. Pastaj, a ka funksionuar inspektoriati? Shikoni, unë kam qenë pjesë një periudhë të shkurtër kam qenë pjesë e kryesisë qendrore në BDI. Më thënë, është një periudhë 2 ose 3 mujore. Dhe në debatet e brendshme që i kemi pasur aty, më vjen keq që tani do ta shpalosi këtë, vërrejtja kryesore nga drejtor, nga sekretar shtetëror, nga përfaqësues të gjitha niveleve ka qenë mos zbatimi i gjuhës, mos respektimi i gjuhës. Tani unë po ju demantoj juve, për shkak se unë po nxjerr para jush një fakt të cilin ne e kemi diskutuar brenda dhe është paraqitur si problematik. Këtë ne nuk mund ta mohojmë. Bashkimin Demokratik për Integrim çdo herë ka pas debate dhe ju keni qenë pjesë e kryesisë për atë periudhë sa keni qenë dhe këto fenomene janë diskutuar dhe janë zgjidhur, janë adresuar. Sot diskutohen brenda vlenit? Në kuadër të vlenit, absolutisht nuk për atë arsye erdhëm deri te fraksioni për shkak se nuk erdhëm deri te një zgjidhje. Nuk u dha llogari, më falni, nuk u dha llogari nga përfaqësuesit e ekzekutivit. Nuk ishte ajo arsye dhe ju e dini fort mirë se nuk ishte ajo arsye. Por edhe ju e dini fort mirë se këto probleme kanë ekzistuar. Dhe ekzistojnë ende, ne të paktën nuk i mohojmë. Jo, ne të paktën nuk i mohojmë. Vetë e pranua që është diskutuar për këto probleme. Nuk ka qenë kopsht me lule gjatë qeverisjes suaj. Organet e juaja partijake, të ati koalicioni vlen, a diskuton këto tema, apo temë e vetëm është funksionimi me 1 kryetar, me 2 kryetar, me 3 kryetar, me sa nën kryetar? Ne kemi rezultate. Cilat janë rezultate? Ja, ti tregova pak më parë. Ku janë? Ku janë? Mund t'i shohish dhe mund t'i prekish. Nuk shoh në këtë drejtim, duket qartë tendenca. Duket qartë edhe tendenca për ta zbehur suksesin e vlenit me këtë përbërje që është. Për 2 vjet ne kemi rezultate të shkëlqyeshme. Juve, keni dalë në fushat dhe keni bërë premtime. Si çdo parti politike. Ju keni premtuar, për shembull, si çdo parti politike. Çfarë realizoi BDI-ja nga programi? Zgjedhjen e presidentit në parlament. Ashtu? Ka qenë një nga premtimet kryesore atë juve. Po shikoni, ne ende jemi në gjysmë mandati. Ju keni premtuar ne jemi në gjysmë mandati. Se nuk do të bëni pjesë një qeverisje pa bërë ndryshimet kushtetuese. Ashtu siç premtoi edhe zotria Ali Ahmeti, ne nuk do të bëhemi pjesë një qeverie e cila nuk do ta ndryshojë emrin dhe nuk do ta na integrojë në NATO. Në BDI kam qenë në BDI, kemi qenë. Nuk keni larguar në atë kohë nga BDI. Jeni shumë gabim. Kam qenë zëri më kritik në degën e Gostivarit. Dhe ajo ishte dhe dega e Gostivarit ka qenë njëra ndër degët më të zëshme, e cila kundërshtonte në vitin 2016 që asesi të mos shkohet më në koalicion me VMRO-DPMN, po të ndrohet diskursi politik. Dhe më vjen mirë që e kemi ngritur zërin, sepse disa çështje pra ecën para. Maqedonia u antarsua në NATO. Mirë po. Deri në vitin e 2016, BDI-ja ka luajtur një rol inert në qeverisje. Kanë votuar ligje
të cilat edhe nuk i lexonin deputetët. Me direktiva, zotri Ali Ahmeti na urdhëronte të votohet Gjorgje Ivanovi. Nuk ju shfaqson asgjë duke u tentuar edhe fillime thash. Jo, unë nuk mundohem të shfaqsohem, por nuk keni edhe për çfarë të na fajsoni. Për shkak se shikoni Faton. Program në zgjedhje. Dhe sa keni realizuar nga ai program? Kemi realizuar, shumë pika kemi realizuar. Çka keni realizuar? Ju keni premtuar, e thash, keni premtuar zgjedhjen e presidentit në parlament. Keni premtuar heqjen e 20%. Keni premtuar. Po nuk është hapur kushtetuta ende. Po kush do ta hapë kushtetutën? Ne do ta hapim kustetutën. Premtua që do t'i bëni ndryshimet kushtetuese dhe pa ndryshime kushtetuese nuk bëni pjesë e qeverisë. Mbasi u bë pjesë e qeverisë. Ende 2 vite qeverisje nuk kemi. Po 4 vite është qeverisja, nuk zgjat më shumë. Po ka edhe 2 vite kohë. Ka edhe 2 vite kohë. Çeve tendenca. Ne BDI-n e pritëm 11 vjet për ta ndryshuar emrin. 11. Ju keni qenë në BDI dhe nuk e keni drejtën legjitime. Me thënë, kryetari juaj, Izet Mexhiti, ka qenë kryetari BDI dhe ka qenë një nga figurat udhëheqëse të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ne e dim se si kanë qenë raportet brenda partijake. Dhe nuk e keni drejtë legjitime të flisni për BDI-n, cili është sot përfaqësuesi i LDS në qeveri për shembull. Ne jemi koalicion. Jo, ju keni një ministër. Ne funksionojmë si një trup. Jo. Dhe ne drejtim të kësaj, Nazim, se tani çfarë ndodh pas kuluareve politike, ajo është tjetër çështje. Zonja Saranda. Përfaqësues të LDS. Keni një përfaqësues ministër. Ashtu, ministri i ambientit jetësor. Po. Zoti Muhamet Hoxha. Po. Ai ka qenë pjesë e gjithë qeverisjeve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në rregull. Ka qenë zëdhënës në periudhën kur ne kemi qeverisë me VMRO DPMN, ka qenë zëdhënës i qeverisë në periudhën kur ne kemi qeverisë me LSDM. Dhe tash nuk mundesh ti për një herë ta kalosh Ylberin dhe gjithçka që ka ndodhur t'ia lësh dikujt tjetër përgjithësinë dhe dali si diçka i reformuar. Zotri Faton Pollozhani, ju harroni një fakt. Po, zotri Izet Mexhiti nuk ka bartur asnjëherë funksione ekzekutivi, edhe këtë ta dish. Hajde trego. Po jo trego. Pozicioni politik nuk varet me një mandat ekzekutiv. Ne e dim pozicionin që ka pas zoti Izet Mexhiti dhe ndikimin politik që ka pas brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Po kush i ka sjellur vendimet? Vendimet ka sjellur organi më i lartë, kryesia. Kush ka qenë? Ju vetë përmendet që keni qenë pjesë e kryesisë. Organi më i lartë në kryesinë qendrore të BDI-s është vetëm një person. Jo, s'është e vërtetë. Jo, vetëm një person. Ai është Ali Ahmeti. Ai është Ali Ahmeti dhe ju funksiononi ashtu. Sepse sot jeni në një subjekt që s'keni as struktura partijake. Në mos gabofsha, nuk keni as të regjistruar si subjekt. Tash nuk e marr Jeni shumë gabim. Nuk e marr përsipër. Po jeni shumë gabim. Po deri vonë nuk keni qenë të regjistruar si subjekt. Jeni shumë gabim. LDA është formuar më 13 gusht 2023 me nënshkrime, me vul, me status dhe me kuvend. Nuk keni asnjë strukturë partijake dhe këto janë akuza edhe nga bashkëthemeluesit e LDS që janë shpalos në opinion. Po çfarë ka nëse s'ke struktura partijake? Kur vendimet kur sillen vendime. Ajo që e tha ti, vendimet sillen nga një person. Edhe LDA është shembull që vendimet i merr nga një person. Bashkimi Demokratik për Integrim ka debat, para pjesë sa un jam. Nuk mund të pohoni diçka që nuk e dini. Brenda asaj partie dhe i dini shumë mirë si kanë qenë dinamika. Nuk mund të pohoni diçka që nuk e dini. Ne ndjekim rrethana politike. Ju mund të ndjekni mirë, por nuk i keni të qarta. Ne nuk jemi jashtë, madje kemi edhe komunikime. Ju nuk e keni idenë se sa komunikime kemi me persona që na thirrin aktivistë për krahas që kanë qenë të Vlenit dhe çfarë duan të kthehen te BDI-ja? Po sigurisht një pjesë vetë ka marrë edhe hapa konkret të largimin nga Vleni. Tani po luajm ping-pong. Aktivistët e juaj po vinte ne, aktivistët tonë. Hajde t'ju bëj disa pyetje konkrete që mos jetë mirë ato që kanë bërë 20 vjet gabime, nëse rasti i debatit tuaj është se ju vini nga e njëjta strukturë dhe i njihni nga brenda shumë mirë situatat. I largimit nga BDI-ja dhe aderimi në Vlenë është Nevzat Bejta. Në Gostivar. Zonja Saranda, dua t'ju pyes kështu direkt që ta mbyllim këtë çështje. Bejta ka qenë që në fillim te grupi i zjarrit. Ndoshta ka qenë votues i fshehtë, nëse mundet edhe votues i fshehtë, po, mundet edhe votues i fshehtë të ketë qenë, mirë po Nevzat Bejta ka dhënë kontribut në formimin e grupit të zjarrit dhe ka bartur disa përgjegjësi dhe disa procese. Nuk mund t'i themi aderim. Nuk mund t'i themi. Jo, deri në zgjedhjet parlamentare Nevzat Bejta nuk ka pas asnjë qendrim publik, biles të kundërtën.
Nuk e ka për krah. Po Iku me sigurisht ka qenë votuesi lokale. Faton Bollozhani, Saranda Imeri Stafaj. Këtu tha për herë të parë diçka që apo rreth gjykatës kushtetuese. A do të kërkoni ju dorëheqjen me që jeni në të njëjtën linjë sa i përket që unë e dëgjoj për herë të parë publikisht, sa i përket faktit që mund të merren nisma që në gjykatën kushtetuese të vendoset me badenter. Tani përtej përplasjeve që keni. A do kërkoni dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese? Unë mendoj se ne u prononcuam publikisht, po. Jo, tani po ju pyes këtu, për ta kaluar se dua ta mbyll këtë dhe të pyes edhe për çështjet e studentëve. Do kërkoni një dorëheqje, një reagim tjetër? Shikoni, një qëndrim dhe një qasje e tillë e një kryetarit të një organi shtetëror i cili duhet të ketë rolin e rolin e balansuesit pra, dhe duhet të ketë rol neutral, jo të nxis urrejtje, unë mendoj se do të ishte më i hishme që ai vetë të dorëhiqet. Dakor. Pra këtu jemi të barabartë. Ne kemi kërkuar dorëheqjen. Po prandaj. Unë e inkurajoj domethënë përfaqësues të Vlenit, po opinioni e ka pasë fatkeqësisht nuk ka pas një qendrim zyrtar rreth kësaj situate deri sot dhe me njëra ditë pas asaj deklarate skandaloze të kryetarit të gjykatës kushtetuese ne kemi parë në disa fotografi në shoqërim të liderëve të Vlenit. Gjë që flet shumë për konsistencën e... Dakor, po ja sot e dëgjuam këtë. Ju lutem mos manipuloni me opinionin. Fotografia që ka qarkulluar në rrjetet sociale ka qenë një fotografi e një darke të shtruar nga oda ekonomike, ku kanë qenë të ftuar të gjithë kanë qenë. Nuk ka qenë organizues as Vleni dhe as ndonjërin nga liderët e Vlenit. Jo, pa, ty ka qenë një mundësi shumë e mirë për t'i bërë vërejtjen dhe për t'i tarjek vërejtjen kryetarit të gjykatës. Ajo ka qenë para se të ndodh ajo. Para se të ndodh. Jo, fotografia është publikuar mbas rastit, po pak rëndësi ka. Po, unë e di edhe nga kush është publikuar fotografia, mirë po ngjarja, jo, shikoni. Ju duhet të shikoni, po nuk mund të debatoj për diçka që shifet që është me datë. Konfuze. Ajo është publike. Faton kemi një moment të ri, edhe ministrin Fillkov, edhe ndaj Ivan Stojkovicit, në me thonë keni situatë dhe deklarime konfuze që nuk ta krijojnë atë besimin se e kanë me gjithmend këtë. Ja të jem konkret në pyetje se e përsërita disa herë. Pra, kemi një pranim të nismës tuaj. A do kishit punuar së bashku për të ndërtuar këtë ligj edhe për të qenë si një zë i përbashkët sa i përket disa çështjeve që i përkesin shqiptarëve, pavarësisht a janë në opozitë apo në qeveri siç është gjuha shqipe. Pra do kishte gatishmëri nga ana juaj të bashkëpunoni me Vlenin për një ndryshim të ligjit për mënyrën se si të sillen vendime në gjykatën kushtetuese pra me badenter? Ne kemi përgatitur rezolut e cila do të vazhdoj me aktivitete konkrete sigurisht në të ardhmen dhe secili që e përkrah këtë rezolut dhe këto iniciativa për ne është i mirëseardhur. Do me thënë mund të krijohet një moment, se tash po më jep një përgjigje shumë kështu me delikatezë politike. Mund të thoni që po, do bashkëpunojmë sepse për shqiptarët ka dovija që nuk duhet të tejkalohen dhe aq shumë duan ta dëgjojnë shqiptarët këtë sa se ke ide. Për Bashkimin Demokratik. Po është për të dy, pra për të dy apo. Kjo pyetje duhet të adresohet koalicionit Vlen, përfaqësuesve në qeveri, përfaqësuesve jo legjitime, edhe këtë duhet ta them në këtë qeverisje, sepse kjo është hera parë që dëgjojmë një diçka të tillë. Mirë është ta shohim në formë zyrtare këtë deklarim që pastaj ti shohim. Ja një pyetje që lidhet prapë me këtë, ta ezaurojmë këtë çështje. Për studentët, provimi i jurisprudencës. Jo më larg se në podcastin e radhës kisha këtu student, të cilët ishin nga universitete të ndryshme. Më duhet ta theksoj shembullin e një studenteje që studion juridik, që është shqiptare dhe që e studion në Universitetin e Shkupit maqedonisht. Dhe në pyetjen time direkte, a do ishte më vështirë ti si studente që studion maqedonisht të japësh provimin e jurisprudencës në Shqip për shkak se është gjuhë amtare etj. Ajo tha për shkak të terminologjisë, përderisa studioj në maqedonisht do ishte më e logjikshme ta jap në maqedonisht. Pra këto studentë që studiojnë shqip do ishte më e logjikshme ta japin në gjuhën shqipe. Për këtë pajtohemi të gjithë apo jo? Pyetja ime është, do i mbështesni studentët në protestat e tyre për të arritur këtë çështje, sepse ministri e kundërshton dhe e kundërshton. Ja ty një herë Faton Bollozhani dhe pastaj sa. Para se të arrim aty, më thënë ne kemi përkrah studentët në këto reagimet e tyre dhe në vijen e kësaj përkrahje ka qenë edhe përkrahje e deputetëve tonë dhe në shkrimi i rezolutës studentëve
që fatkeqësisht se emisioni të cilin e përmendet e ndjeka me shumë dëshirë dhe njërë më bëhet qefi që kemi 3 dhe 3, me thënë shqiptarë të cilët din të reagojnë dhe të ngrenë zërin kur vërehet se u bëhet padrejtësi, dhe është një sihariq i mirë, kështu një lajm i mirë për gjithë shoqërinë tonë. Në këtë drejtim ne, domethënë, i kemi për krah. I dëgjova dhe ato mos them akuzat e tyre se deputetët e Vlenit nuk kanë nënshkruar rezolutën e tyre, biles kanë refuzuar edhe komunikimin pas takimit që kanë pas në parlament, kanë refuzuar edhe komunikimin me studentët, dhe kjo ka qenë, mund ta vërtetoni edhe ju, ka qenë thënë nga njëri nga studentët prezent në këtë studio, në këtë emision. Nuk është akuz që e ngrej unë, po është akuz që e ka ngrit vetë. Pra ju i mbështesni studentët. Ne i mbështesim në çdo vendim. Kjo është absurde, është absurde. Ju mund ta shihni edhe në për fotografitë se studentët janë takuar me gjithë përfaqësuesit e Vlenit. Janë takuar edhe me grupin parlamentar. Dhe të përdoren studentët për të arritur qëllimet politike të juajat, unë mendoj se kjo është kulmi i hipokrizisë. Shikoni, studentët çdo herë duhet përkrahur, protestat të studentëve kam pasur. Protestat të studentëve dhe në të kaluarën kam pasur. Dhe i dini cilët kanë qenë kërkesat e tyre, sidomos në vitin 2018. Kushtet më të mira, stop nepotizmit, investime dhe disa kërkesat e tjera ku fatkeqësisht sot disa profesorë që dalin dhe rahin gjoks për ata student janë munduar të shtypin atëherë. Ato nuk është tentativ, por është fakt, kanë tentuar që të shtypin protestat e studentëve. Ju lutem, këtu kemi qenë, këtu kemi jetuar dhe i kemi ndjekur proceset politike edhe ngjarjet. Tani sa i përket provimit të jurisprudencës, unë mendoj se është qesharake. 7 ministra shqiptar BDI-a dhe mos e zgjedhin dhe shpifje. Po do me thënë asnjë ministër shqiptar nga BDI-a deri më tani dhe studentët tani kanë ngelur në Qorsokak. Pra do me thënë në Ullkryq dhe nuk mundet të japin provimin në gjuhën shqipe. Gjoja se më përpara e kanë dhënë. A është kërkesë legjitime e studentëve? Kjo është legjitime dhe ne po punojmë në këtë drejtim. Ne nuk bijem pre e grackave të deputetëve të BDI-s. Të deputetëve të BDI-s. Ne nuk bijem pre e grackave të. Ne ofrojmë zgjidhje konkrete, zoti Pollozhani. Ne kemi krijuar. Shikoni. Dhe kjo çështje shumë shpejt do të zgjidhet. Shumë shpejt do zgjidhet. Shumë shpejt do zgjidhet. Është çështje muesh që do të zgjidhet, sepse ne kemi krijuar një grup punues, të cilët takohen, kanë pasur takim dhe janë duke i kryer konsultimet e fundit që ne t'i japim një kahje zgjidhjes së këtij problemi. Ne ofrojmë zgjidhje konkrete, nuk ofrojmë politika ditore dhe poena politike. Po ne ju kemi pritur 22 vjet. 22 vjet studentët kanë pritur. 22 vjet kemi pritur për disa gjëra të ndodhin, po ja fatkeqësisht nuk ndodhen. Fatkeqësisht nuk ndodhen. Muve vjen keq që nuk e mirëni guximin që ti përkrah. Kush tha se nuk i përkrahin studentët? Po vetë studentët ka qenë. Do mos i kishin përkrahur studentët. Ndoshta ka qenë i ulur pikërisht edhe në këtë pozicion që jam ulur unë. Ore zotri, në mos i kishin përkrahur ne studentët, nuk do t'i kishim pranuar as në takim me ta dhe as nuk do t'i kishim dhënë kurajë se ky problem është në zgjidhje e sipër. Ka akuzuar se pas takimit që ju edhe publikisht ju ofruat përkrahje, nuk keni pranuar të nënshkruani rezolutën e ofruar nga studentët, që për mua është skandaloze, dhe për më tepër edhe komunikimi, siç e tha vetë përfaqësuesi i studentëve. Tani po na dilni më patriota se ne, më kombëtar se ne. Po s'ka dyshim para çështjes. Kjo është hipokrizi, demagogji. Ka dilema na ju ti kishit përkrahur studentët, ju deri tani do të kishit zgjedhur problemin e tyre. Për 3 ligje flitet, për 3 provime. Provimi i jurisprudencës, i përmbaruesve
edhe provimi tjetër që është për noter. Zonja Pse deri tani nuk I keni zgjitur këto probleme? Ne kemi implementuar. Po ti the shpifje, pse ishte shpifje ajo që thot Saranda? Pse nuk janë zgjidhur këto çështje? Sepse deri tani nuk është zgjedhur. Sepse studentët në mjekësi, në drejtimet e tjera japin në gjuhën shqipe, qoftë ato ligji për administrator, pra që të hysh të punësohesh në Maqedoni, që përsëri tregon apo që ti duhet ta dish maqedonisht, por ligji për administratorën është në gjuhën shqipe. Atëherë pse këto nuk janë zgjidhur? Shife, Nazim, kjo është edhe një shembull I impotencës të vlenit në qeverisë, sepse është një çështje. Pyetja ishte konkrete, pse ju nuk I keni tash mos ma zgjedhur? impononi edhe përgjigjen zonja Saranda, përgjigjen e japun. Ju jepni përgjigjen. Keni një intencë të manipulimit të Jo, Keni një intencë të manipulimit të jo. Nuk mund të mbulohet dielli me shosht. Ju lutem. Po ju lutem, nuk dilni askund. Nuk dilni askund. Hajde ja ta dëgjojmë, Zonja Saranda, ju e thatë edhe vetë tash se përgjigjen pra. Po, do përgjigjem edhe aty, nuk I ka se përgjigje, thash që është manipulim me opinionin. Ju vetë thatë që keni qenë 20 vjet brenda ABD-s. Jo 20. Po keni qenë nga 2013 duke marrë pozicione lokale, mandej duke kulminuar kjo u sqarua të dy organet më të larta partijake. Dhe këto çështje nuk kanë qenë shqetësimi këtyre derisa kanë qenë brenda ABD-s. Ne duhet ta kemi qartë, mos manipulojmë me opinionin. Unë kam pa kthehemi në 2014, në 2013. Po sipas jush, cili pas ka qenë shqetësimi juaj? Ne duhet ta kemi qartë dhe duhet ta informojmë opinionin drejt. Ligji për zbatimin e gjuhëve është sjellë në vitin 2018. Dhe është pikërisht ky ligj I cili rregullon çështjen e zbatimit dhe përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet, qofshin ato qendrore apo lokale. Paraprakisht kemi pas një ligj të vitit 2008 mos gaboj ose 2009 për përdorimin e gjuhëve, I cili më shumë ka qenë I fokusuar në përdorimin, aplikimin në nivel lokal. E tash kjo çështje hapet mbas 2018-s. Dhe është shpifja ajo që e thotë se kanë qenë ministrat shqiptar BDI-s që nuk e kanë zbatuar. Nuk e ka pas mundësinë se ligji nuk ka qenë I zbatuar dhe edhe sikur të ishte ashtu. E marrim sikur të mirë qenë sikur ka qenë ashtu. Pse sot ngurrojmë ti përkrahim studentët? Askush nuk nguron ti përkrah. Pse ngurrojmë? Askush nuk. Se duke mos Absolutisht. patur guximin. Ai keni përkrahur ju studentët 2018-ën? Jo, ja, të përqendrohemi këtu. Jo. Shikoni. Ne mund të rikthehemi në shumë tema. Po, jo, të kthehemi te ligji për përdorimin e gjuhës. Po kjo është skandaloze. Kjo është skandaloze. Po krenohen sepse që nga sjellur ligji në 2018-ën. Po e dini ore kur është dashur të sjellet ligji? Deri 2004 është dashur të përmbyllet marrëveshja e ori. Shive tema të ezaluruara thash. Çdo herë tentoni të po mos u krenoni me diçka që e keni sjell fakt dhe një arritur. Një dekadë më vonë. Tash ju me çka krenoni? Me degradimin e gjuhës shqipe. Dhe keni sjell në mënyrë gjysmake. Kush e ka degraduar gjuhën shqipe? Po ja ministri yt e ka degraduar gjuhën shqipe. Drejtorat e juaj e kanë degraduar gjuhën shqipe. Po ne kemi Nazim, me që vin nga struga. Një rast shumë eklatant. Dhe është skandalos për mënyrën se si trajtohet edhe përgjigjet që jepet. Një këshilltare komunale në nivel lokal nga ana e opozitës I drejtohet ndërmarrjes së ujësisë dhe kanalizimet për një informacion të karakterit publik, dhe atë I drejtohet vetëm në gjuhën shqipe, sepse ligji edhe ja lejon këtë, dhe dini cila është përgjigja e udhëhecit të institucionit I cili vjen nga partia e zonjës Saranda. Pyetja juaj vetëm në gjuhën shqipe, përderisa nuk e adresoni në dy gjuhë, ne nuk ju përgjigjem. Sa kjo është degradim. Nuk është degradim. Është degradim dhe degradimi. Ajo është zbatimi I ligjit dhe degradim. Shumë gabim jeni. Degradim. Edhe kjo vërehet në secilën deklaratë Shikoni, dëgjoj, vetëm edhe diçka na tani e shoh se sa I mohoni në qoftë se vihemi në pozitë që dikush ka gabuar më tepër, nuk mendoj që do arrijmë të zgjedhim si shoqëri në demokraci dalim dhe në qoftë se nuk shohim pak dhe unë ajo që u gëzova në fillim si moderatore dhe si drejtues ishte se të dy pak a shumë rat dakord pavarësisht dallimeve dhe përplasjeve se në fakt kemi një problem me këtë situatë. Të dy sidomos vini nga një strukturë politike që pak a shumë e dini si ka qenë për brenda si kanë funksionuar gjërat. Tani jeni në anë të kundërta.
Pyetja e madhe është, ne vazhdimisht konstatojmë, vazhdimisht ja vëmë fajin tjetrit, vazhdimisht do gjejmë arsye kush kur e ka pas fajin në një periudhë të caktuar, dhe asesi ta shndrojmë debatin dhe diskutimin tek e ardhmja se si të gjendet zgjidhja. Mu më gëzoi shumë fakti kur thatë që i pajtohemi me gjykatën kushtetuese se aty duhet të ketë badenter. Hajde tani të punojmë së bashku. Tani çështja është si të zbatohet ligji, ja që të jemi balansuar me të dy, ai ligj që ekziston, mund të mos jetë ideali, këtë e kemi konstatuar me vite, megjithatë ekziston dhe krijon mundësi për një përdorim më të madh të gjuhës shqipe dhe si të avancohet deri në atë masë që gjuha shqipe të jetë e barabartë me maqedonishtën. Pra, pajtohemi me këtë përmbledhje që e bëj unë, ja t'ju them të dyve si dy përfaqësues subjekte politike. Jemi në rregull. Si ta zgjidhim më tej përpara, si të krijohet një moment i politik i cili subjektet politike shqiptare mos bien poshtë asaj vijës të degradimit më të madh, po të krijohet një linjë e mundshme bashkëpunimi që për këto çështje të zgjidhet. Ne dim shumë mirë se kur është krijuar Inspektorati i Gjuhëve, ka qenë kufizuar. Nuk ka pasur masa ndëshkuese. Nuk ka masa ndëshkuese. Po zonja Saranda, ju vazhdimisht konstatoni dhe shumica e opinionit për këtë çështje pajtohet me ju. Aty ku nuk pajtohen me ju është se pse nuk merrni një nismë ligjore për ta arritur këtë kapacitet të inspektoratit. Tani këto do thonë që nuk ekzistoi dhe këto e bën deri në një far momenti. E bën gjysmake, siç thoni ju, e bën deri në një far momenti. Jo, po citoj, apo u arrit deri në një far vendi. Tani ju e konstatoni në vazhdimsi. Pyetja ime për të dy është, po me ju konkretisht me qenin në qeveri, pse nuk merrni nisma ligjore që këtë gjë ta përmirësoni dhe ta çoni më shumë? Po mundohem të dalë edhe unë. Ty po mundohem, se deri para ca muajsh ne kishim problem të punësuarit në Agjencionin për zbatimin e gjuhëve, nuk mund të mirnin rroga. Dhe atë ndarje të dikastereve, pra riorganizimin e qeverisë që inspektoratet të kalojnë në kompetenca të ministrive përkatëse, e votoi edhe BDI-a. Bile zotria Ali Ahmeti qëndroi deri në ora 3 të mëngjesit për ta votuar atë. Dhe pastaj atë që e votuan vetë, filluan që të na sulmojnë neve për ata. Kjo është një zgjidhje e përkohshme që Inspektorati i Gjuhës të kalojë në kompetenca të Ministrisë së Drejtësisë. Ne jemi duke përpiluar ligj që kjo më tutje të kaloj në Agjencionin për zbatimin e gjuhëve dhe ky problem një herë për gjithmonë të zgjidhet. Po, pra të kenë kompetenca të duhura. Të ketë kompetenca të duhura. Shqiptar, Maqedonas, i cili nuk e zbaton ligjin, duhet Kjo është zgjidhja që është dashur të bëhet me kohë. Inspektorati për zbatimin që kontrollon zbatimin e gjuhëve funksionon mbas të një ligji. Dhe ligji cakton kompetencat. Dhe unë e përmenda prim fillim pozicionin e vetë drejtorit të këtij inspektorati. Me thonë një pozicion 9 çmues. Dhe jo, tani mos kalojmë te ajo. Puna është si ta rrisi kompetencat e atij inspektorati. Ju lutem vetëm diçka, një minutë. Jo, nëse fillojmë me ironi, se si dikush e trajton një drejtor apo një ministër të vlenit, ne kemi shembuj, plot kemi shembuj. Ju lutem. Ju, domethënë BDI-a, ministrat e BDI-s dhe drejtorët e BDI-s kanë qenë të servilosur deri në atë shkallë sa që nuk mund të përshkruhet. Prandaj, ju lutem, nëse doni të shprehni qëndrimin tuaj politik pa ironi, ju lutem. Ja ta përmbyllim. Vleni thotë që do të marrin nisma ligjore që do t'i japin këto kompetencat deri në maksimum që të dënohen gjithë ata që nuk zbatohet ligji. Cili është Vleni duhet të zbatoj ligj, që është. Me thonë, ligji për gjuhët i definon se si trajton këtë çështje, dhe këtu ne shohim mungesë të vullnetit të implementimit edhe të këtij ligji. Nga ana tjetër, ajo që e përmendën, situatën rreth dilemave për zbatimin e gjuhës shqipe e krijojnë vetë përfaqësuesit e qeverisë. Dhe kjo është një temë që nuk e krijojmë ne. Ne na imponohet kjo temë. Unë nuk do kisha dash sot të vi këtu me ju dhe të flas për këtë çështje. Do kisha dash flasim për situata tjera, për çështjen e eurointegrimeve, për zhvillimin ekonomik të vendit, për përmirësimin e cilësisë së arsimit, të shëndetësisë dhe gjithë sektorëve tjera. Por këto janë tema të cilat na imponohen nga një retorik 2 vjeçare e dhunshme, do kisha thënë. E dhunshme nga përfaqësuesit e qeverisë, duke përfshirë këtu ministrin Fillkof,
ministrin e arsimit, përfaqësues të tjerë, që duke përfshirë edhe kryeministrin Mickoski. Ne kemi deklarata aq kontradiktore të këtyre përfaqësuesve. Pastaj akuzojmë ne pse I problematizojmë. Unë duhet ta vënë në tavolinë edhe çështën e korridoritet. Unë jam I bindur se si shqiptar, aq se ju njoh publikisht dhe aq pak privatisht, pavarësisht se jemi nga një qytet nuk njihemi shumë, sigurisht edhe dallimi I moshës se bën atë, e di që nuk ju pëlqen kjo situatë. Këtë jam I bindur. Ajo që vazhdimisht mundohem ta kuptoj është pse nuk ndërtohet një urë bashkëpunimi që këto çështje të mbyllen njëherë për gjithmonë, për të cilin e themi I flasim vazhdimisht. Po nuk dua që të kthehemi. Aty lindën edhe problemi. Po, vazhdimisht fokusi është zonja Saranda, ju nuk e pranoni që ka një ligj të caktuar, I mirë ose I keq, I cili shkelet dhe nuk zbatohet. Dhe fatkeqësisht prandaj del kjo temë dhe sigurisht që përfaqësuesit e tjerë duhet të pranojnë që ndoshta ai ligj nuk ishte ideal dhe prandaj duhet të ketë një upgrade, ja ta them anglisht, një rritje të cilësisë, sepse në fund të fundit ligjet zbatohen me edhe ka ndryshuar edhe kushtetutat edhe çdo gjë, jo me një ligj. Kështu që diskutimi këtu mungon. Si ta rrisim këtë përfaqësi që është bërë deri më tani? Fajin do ta gjej më një herë. Shumë kollaj dhe kam përshtypjen qytetarët e dinë më së miri edhe se unë edhe se juve. Por për ta rumbullaksuar sepse po mbërim në minutat e fundit të bisedës. A mund të arrijm, ja ju pyes si përfaqësues e Vlenit, që brenda mandatit, siç thoni se jeni në gjysmë, që të paktën çështjet e tilla etnike të mbyllen, e flasim konkretisht të gjuhës shqipe, që as ne më mos rikthehemi edhe të diskutojmë këto çështje dhe të diskutojmë çështje që ndoshta kanë po aq rëndësi për qytetarët. Shikoni Nazim, Vleni nuk ka shkop magjik dhe ti mbyll gjitha këto probleme. Pa diskutim, por nismat mund të merren. Nismat Mos miren. hap pak të probleme. Jo, problemet I hapni ju plagët, I hapni ju plagët, të cilët e dini se I keni lënë të hapura dhe u hudhni krip pra plagëve. Ne kemi fajin për sjelljen e Vesna Janesit. Shikoni, jo. Ne kemi fajin për sjelljen e Fillkovit. Nuk e kisha fjalën për sjelljen I këtyre temave. Tani am lejon. Ma kanë ndërhyr disa herë edhe nuk am kanë lejon. përgjigjë këtë mënyrë. Unë nuk flas as për Vesna Janevën dhe as për Fillkovin dhe as për Stojkovicin. As për Stojkovin, po kanë qenë edhe partnerët e juaj qeveritar, kanë qenë edhe më përpara. Shikoni. Do me thënë, kur jemi te mosbatimi, te shkelja e gjuhës shqipe, mua më vjen keq sinqerisht se pikrisht këta që akuzojnë për shkeljen e gjuhës shqipe janë pikrisht këta që e kanë shkelur, që nuk e kanë zbatuar. Ju lutem. Zonja Saranda, nuk I justifikon. Tani, unë jam person. Shikoni. Tani ja do të më lejoni të flas. Tani ja do të më lejoni të flas. Shikoni, po të gjitha dokumentet, po të nuk e justifikon qeverisjen aktuale këtë qeverisja e tyre. Më kuptoni, këtë qeverisja juaj nëse ka, ju nuk më kuptoni. Nazim, si duket nuk më kuptoni. Unë që në fillim e thash se nuk e justifikoj. Këta janë probleme që ekzistojnë. Dhe nuk mbulohen. Edhe nuk mbulohen. Mirë, po nuk janë probleme që ne I kemi krijuar, nuk e di sa kuptohemi. Dhe ne mundohemi të vim në zgjidhje. Mirë po, duke na sulmuar tërë kohën gjatë qeverisjes son për problemet që këta I kanë krijuar dhe nuk kanë gjetur zgjidhje, kjo nuk është fair. Nuk është demokratike. Nuk është demokratike. Unë kam dokumente të cilët kanë ardhur nga dikasterët të cilët I kanë udhëhequr ministrat e BDI-s. Kanë ardhur vetëm në gjuhën maqedone. Ju lutem. Ne kemi shumë më tepër informacione. Unë çdo herë jam ajo që hapi arkivën e kuvendit dhe I kërkoj dokumentet, shkresat të cilët kanë ardhur nga qeveria në kuvend për tu votuar. Të gjitha rrallë mund të gjesh dokument të përkthyer në dy gjuhë. Të gjitha janë në gjuhën maqedone. Unë ata I kam bardhezi dhe nuk mund të mi mohosh. Fillimi I emisionit me përfundimin është ajo që thash që është pikpyetje qendrimi fillestar I përfaqësuesve të Vlenit, sepse e pranojnë një realitet dhe mandej tentojnë
ta fshehin gjithë këtë realitet dhe gjithë shka që ndodh. Askush nuk thot ta fsheh. Jo, shumë gabim. Okej, nëse juve nuk keni faj që keni qeverisja dhe fajin e kemi ne. Ne kemi faj për uljen e përqindjes së shqiptarëve, ne kemi faj për heqjen e balancuesit, ne kemi faj për punësimet. Po pse ministrat e juaj e votuan heqjen e balancuesit? Unë edhe aty se s'jeni saktë, se keni kriju një narracion jo të vërtet në opinion. Edhe për atë jam i përgatitur. Po sot ne ballafaqohemi. Nëse hapni vetëm konkurset për muajin e fundit në Agjencionin për Administratë. E dini çfarë ndodh? Diskriminim masiv i shqiptarëve në punësimet e ri. Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në Sekretariatin Gjeneral të qeverisë, brenda këtyre 2 viteve janë punësuar me 10 punonjës maqedonë dhe 0 shqiptar. E them publikisht, le të më Kjo tani, jo. Në Ministrinë e Transportit, vetëm për muajin janar, vetëm për muajin janar. Shikoni, ky është manipulim klasik. Ky është manipulim klasik. Ky është manipulim klasik. Vleni ka punësuar për 2 vite qeverisje mbi 2000 shqiptar. Shkoni kërkoni me emër dhe me mbiemër. Shkoni kërkoni. Po tani ju po dilni kundër të dhënave statistikore të avokatit të popullit. Unë përmend raste konkrete. Po ju po dilni edhe kundër të dhënave statistikore të avokatit të popullit, i cili raport thot se gjatë vitit 2024 përqindja e punësimit të shqiptarëve është rritur për 0.5%. Tani kujt i besojmë? Juve apo të dhënave që dalin nga institucionet përkatëse, të dhënat oficiale. Ju lutem, kjo është çesharake. Institucione konkrete dhe mbaj përgjegjësi për fjalën që thom. Dëgjoj, për çështjen e punësimeve vërtet duhet të diskutojmë edhe të organizojmë një debat tjetër, sepse ka shumë kontradiktë me çka doni në studio televizive, në opinion, po duhet ta dini se qytetarët janë ata të cilët vlerësojnë. Dhe sot paknajtësia me takimin me secilin qytetar, edhe me ato që kanë përkrahur vlenin dhe i kanë besuar ndryshimit, sot ekziston një dëshpërim i madh. Dhe këtë e dinë edhe vetë zonja Saranda, saqë edhe brenda funksionarëve të vlenit, me thonë, ka një zhgënjim dhe dëshpërim, dhe është shumë dëshpëruese kur ndëgjon përfaqësues të vlenit në qeveri që asetin në tyre më të fortë. Ja, për shembull një raport që ka ardhur nga qeveria 2023, është vetëm një gjuhë. Nëse mund ta përfundoj. Këtë mund ta mohoni. Jo, ta përfundoj. Po jo, nuk mund ta përfundoni me gënjeshtra, ju lutem. Jo. Me gënjeshtra. Ne për periudhën nga 2020 deri këndej, përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet kyçe. Ja, edhe një dokument tjetër. Dhe roli i shqiptarëve. Edhe një dokument tjetër. Shikoni, zotri Pollozhani. Ka qenë historik dhe kemi arritur që ta udhëheqim edhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe kemi arritur ta degradoni. Gjitha seancat. Ja edhe një dokument tjetër. Ja edhe një dokument tjetër. Seancat në gjyqshipet të qeverisë. Me qindra dokumente mund të nxjerri. Ti mundet deri nesër këtu të rish me Nazimin edhe të flasësh për implementimin e gjuhës shqipe edhe për degradimin e gjuhës shqipe. Por unë do të nxjerr fakte me të cilat do të dështimin tuaj në qeverisjen e Filkovit, Stojkovićit dhe Janeskës nuk e mbulon asgjë. Dhe e thash, është ajo që më dhem më shumë ti Nazim është kur dëgjoj nga funksionarët të vlenit që i vetmi aseti tyre për funksionim dhe për vazhdim në pozicionet që kanë është afërsia me kryeministrin Mickoski. Dhe ka një garë mes tyre se kush është më i afërt me Mickoski. Dhe kjo është dëshpëruese, është gënjyse. Më dëshpëruese është servilosja e zotri Ali Ahmetit, një komandant legjendar që i serviloset zotri Mickoskit dhe kërkon takim tet-a-tet kërkon. Dhe ku mbet ky takim? Kjo gjuhë nuk ku mbet letrat të cilat zotri Ali Ahmeti u dërgoi NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Letra dërgojmë asnjë përgjigje. E dini cila ishte përgjigjja për zotri Ali Ahmetin? Artan Grubi në listën e zezë, ajo ishte përgjigjja e zotri Ali Ahmetit. Dhe ajo që po e bojkotojnë të gjitha institucionet relevante dhe kori diplomatik. Nëse ka dikush, jo Nazim vetëm pak, nëse ka dikush që bojkotohet dhe që është e izoluar në këtë moment që ne flasim, është pikërisht kjo qeverisje. Sot kjo qeverisje është izoluar nga gjithë shtetet fqinje dhe nga gjithë faktorët ndërkombëtar. Dhe kjo është fatkeqësi sot janë këto në qeveri.
por pasojat I marrin qytetarët. Dakor. Tani premtoj që do të bëjmë një diskutim tjetër për punësimet, sepse realisht ka një përplasje shifrash si nga njëra anë, si nga ana tjetër. Edhe ne si gazetarë ndonjëherë ndeshemi me vështirësinë për të verifikuar shifrat, sepse sigurisht nuk kemi akses aq direkt nëpër institucione. Por për ta përmbyllur emisionin, sigurisht, prandaj unë kam i dëgjoj, po të dyja I mora parasysh, edhe akuzat, edhe përgjegjësia intelektuale, shoqërore ndaj qytetarëve më ka dërguar aty që kam bërë disa analizat e mia nga rezultatet nga Agjencioni për Administratë. Thash, dhe aty vërtet meriton një emision në vetë. Meriton një, edhe do kisha dashur ja publikisht ta bëjmë një emision të tillë edhe të marrim institucione të caktuara që përmenden nga të dy anët dhe të shikojmë. Por për ta përmbyllur emisionin, sigurisht që kisha edhe shumë pyetje të tjera, ne pak a shumë apo kur përgatisim temat I diskutojmë asnjëherë pyetjet, por ja ku jemi. Në fund dua ta mbyll me këtë pyetje. Saranda Imeri, për çfarë je kritike më shumë për qeverisjen tuaj dhe Fatonin do ta pyes për çfarë mendon se Vleni ka bërë mirë dhe jo vetëm kritik? Që mos të jemi vetëm në pozicionet përplasëse. Asnjëherë nuk ka qeverisje ideale. Po çfarë ja ta bëjmë ndoshta pyetjen më ndryshe. Çfarë do kishit dashur ta bëni më mirë për të lehtësuar? Domethënë se ne këtë e dim, apo e dim këtë gjë që s'ka ideale, gjithmonë do ketë probleme. Megjithatë, çfarë mendoni që se keni bërë? Ajo që unë dua ta bëj personalisht nuk është për opinionin, nuk është. Mirë po, ka shumë çështje edhe ka shumë punë të cilat mund të kenë edhe performancë më të mirë. Do të kisha dashur, ja pikrisht, në dikasterin e arsimit, nxënësit tanë të mësojnë me libra të cilët nuk janë të cenzuruara dhe nuk janë kaq skandaloze sa janë tani. Të kemi materiale të cilat ne do të bashkëpunojmë me Shqipërinë dhe me Kosovën, që së paku të kemi një pikë të përbashkët me popullin ton që jeton jashtë kufive. Këtë do kishit dashur ta kishit bërë. Domethënë si profesoresh që jam, domethënë është kjo një çështje që më tangon mua edhe me profesionin me të cilën ushtroj. Se deri më tani ju e dini se si është gjendja me librat shkollor, me librin e muzikës, me librin e historisë. Pse nuk është ndërmarr një hap I tillë deri më tani, të përmirësohet kjo gjendje, unë nuk e di. Realisht, jo. Këtu e marr përgjegjësinë edhe unë vet, Kjo është me të vërtetë për të ardhur keq. Dhe, domethënë nëse dëshirojmë të investojmë dhe të përmirësojmë gjendjen tonë si popull që jeton brenda këtyre kufive, unë mendoj se arsimi është pika kyçe. Pra do kishit dashur një lloj vetë kritike për të bërë për arsimin më shumë. Çfarë ka bërë diçka që mund të vlerësoni? Të them kështu Nazim. Mu më vjen keq që Vleni do të mbetet dhe të mbaj përgjegjësi historike për dëmin që po e bën në qeverisje. Do të jemi shkurtër këtu dhe edhe në interes të kohës. Ajo që ka bërë pozitive Vleni është që ka pastruar Bashkimin Demokratik për Integrim nga disa figura të cilët kishin zënë kohezion aty brenda BDI-s dhe na ka shërbyer në ristrukturim dhe në Bashkimin Demokratik për Integrim me Musa Xhaferin, me Sadullah Durakun, me Blerim Bexhetin. Ato I keni frontmena, ju lutem. Ato I keni frontmena. Zonja Imeri, ju keni marrë figura shumë të rëndësishme të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe besoj që ju bëjnë nder, po mendoj që nuk jeni konsistente. Vjen keq kur përmend emrat e kolegëve të juaj deputet, sepse ju kur filluat grupin e zjarrit reformën brenda BDI-s tentua ta bëni pikërisht me këto persona që përmendi. Në grupin e zjarrit çdo kush shkoi me vetë dëshirë. Jo. Mendoj që të paktën minimalisht është jo korrekte, por ju keni shkuar edhe më larg, duke bashkëpunuar edhe me shumë figura të tjera për të cilat në opinion keni kualifikimet nga më të këqijat. Besoj që e keni parasysh. Shpresoj të keni sukses, që keni pastruar nga figurat me korozion të BDI-s, po. Një fjalë të mirë për qeverinë nuk e ke. Në kuptimin për një veprim, për një nëse gjen një qytetar. Okej.
Kjo është ta mbyllim me kaq fjalë të mirë edhe unë I bashkoj. Po për atë fituam 10 komuna, po. Për atë fitoi koalicioni vlen 10 komuna për shkak të mos suksesit ton. Ne dim si keni fituar edhe ato komuna, edhe pse në numër votash keni rënje si koalicion vlen në raport me zgjedhjet parlamentare. Dhe ajo që ne e llogaritëm po si referendum. Po ju nuk I llogaritni shqiptar ata 90.000 votues që na kanë votuar? Kush tha që si llogarisim? Pse po edhe ju keni rënje. Edhe ju keni rënje. Këto zgjedhje I llogaritëm si referendum dhe ne arritëm ndodhi referendumi. Që kemi një fitore mbi 25.000 vota që nëse përkthehen në mandate deputete sigurisht janë 4 apo 5. Këto gjëra e dini se ndryshojnë gjërat, keni përdorur krejt mekanizma shtetëror, blerje, inxhineringë sistemor ndaj votuesve. E mbrinëm dhe këtë ditë. BDI-a të akuzoi për inxhinieringë dhe për blerje votash. Kjo ka qenë masive dhe ajo që është e arritura juaj më e madhe e këtyre zgjedhjeve lokale është që e dorëzuat e dorëzuat Kërçovën dhe e dorëzoi kryetari yt Kërçovën. Po, e din qytetarët shumë mirë se kush e din. Ja ku doli në pa, kush doli në pa, kush e shiti Kërçovën. Nuk patët guximin një deklaratë të jepni pro kandidatit shqiptar në Kërçovë dhe akoma duket nuk jetoni në këtë planet dhe nuk I ndjekni deklaratat publike tona. Dol Kasami e mor guximin duket dhe pastaj pasi kapi përvesh I kryeministri u tërhoq dhe ushtret dhe fatkeqësisht viktime gjithsaj shkoi edhe për Venica dhe kandidati Zonja Saranda Ajmeri të falenderoj shumë, kisha shumë dëshirë të pyes. Kisha edhe unë shumë dëshirë të flasim edhe për tema tjera. Sidomos për vlenin, për bashkimin, si po ndodh figurat që largohen, që afrohen, por do të kemi mundësi të bëjmë debate të tjera së shpejti. Megjithatë ju falenderoj që jeni pjesë edhe që kontribuoni në këto debate sepse megjithatë kontribuojnë në demokratizimin e shoqërisë. Gjithashtu Faton Pollozhani, faleminderit pjesë e strukturave të reja të BDI-s. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim se siç po shikoni mund të vazhdoj diskutimi edhe me orë të tëra, megjithatë për korrektësi, për kohën, për ju dhe për gjithë ne. Ju falenderoj që na ndoqët dhe do të jemi sërish bashkë. Deri atëherë, mirupafshim.